shkak të po themi periudhës intensive kur ajo ka vepruar sidomos ndaj liderëve të opozitës, unë kam dyshimet e mia që ka pasur një pakt të heshtur me saj dhe ish drejtuesit prokurorisë posaçme Altin Dumani, sepse të gjitha ngjarjet çuditërisht ndodhin që nga nisja e timit për liderin e opozitës Ali Berisha dhe ëndrin e tij, që nga nisja gjykimi i ish ministrit Fatmir Mediu të kreut të Partisë Republikane, zotin Meta gjithashtu është dosja që ka në dorë, por ka dhe dosje të tjera, ka pasur dosjen e zotit Beleri, por ka pasur edhe dosjen e inceneratorëve Armela. Shikoni se shumë interesante. Dosja e inceneratorëve ne kemi thënë, nuk kemi arritur sepse do duhet që të shohim dokumentat, por nga burimet tona kolegë gazetarë pranë prokurorisë posaçme, dyshohet që disa herë kanë shkuar për masa sigurie në SPAK zyrtarë shumë të lartë që lidhen me aferën e inceneratorëve. Dhe çuditërisht Irena Gjoka, deri në momentin që Irena Gjoka e ka pasur në dorë apo ka qenë gjyqtare e gatshme, nuk i ka miratuar asnjëherë këto masa sigurie dhe po ta kujtoni madje që skandali para 2 viteve kur një pjesë kur ndodhi për herë të fundit që pati zhvillime me dosjen e inceneratorit të Tiranës, disa prej personazheve që ju pre fleta e arrestit u larguan shumë ditë përpara. Ishin larguar disa ditë përpara. Dhe sigurisht që kjo dosje ka qenë në duart e Irena Gjokës. Dhe shumë dosje të tjera, po themi, po këto janë nga dosjet më të bushme, apo dosje të tjera që lidhen për shembull me rastin e fundit të zgjedhjeve të vitit të kaluar, me rastin e Durrësit, prokurorisë Barit, që masat e sigurisë apo dosje kërkesa erdhi në muajin shkurt dhe u pren pas zgjedhjeve të majit. Ndërkohë që kishte të dhënat mjaftueshme që grupet për cilat kishte ardhur kërkesa nga Italia për arrestim ishin pikërisht grupe që po angazhoheshin fushatën elektorale të Partisë Socialiste. Pra, për mua Irena Gjoka ka qenë njeriu i duhur që është përdorur nga mazhoranca, por edhe nga njerëzit e mazhorancës me prokurorinë e posaçme për të goditur opozitën shqiptare, por me pasoja të jashtëzakonshme katastrofike për të gjithë shqiptarët. Po, dëmi është bërë dhe po bëhet, apo jo, se kemi dhe rreth 2 minuta. Në këto momente që ne flasim, në datën 21 pritet që të ketë një vendim nga kolegjëja lidhur me çështjen e saj, po ndërkohë janë këto të dhëna shumë të rëndësishme që janë publikuar edhe nga ju, janë një sër padisht të depozituara nga Adriana Kalaja. Zonja Kalaja tha mbrëmjen e djeshme këtu në këtë studio se Artur Metani tha ajo për nuk e di se për çfarë arsyesh, është i vetmi që deri në këto momente që flasim ka hapur një hetim procedural pra lidhur me aktivitetin e Irena Gjokës. Tani pse e bëra unë këtë përmbledhje? Tani çështja është shumë e ndërlikuar, përfshin një sër institucionesh, por nëse nisim që dita 0 është sot, në derën e kujt ka përfunduar topi për përgjegjësinë? SPAK? Apo? Pra kush mund të ndalojë këtë çmendurinë nëse do donte sot? Për mua ka gjykata e posaçme e cila ka në dorë pikërisht kërkesën e SPAK për të pushuar hetimet. GKK-ja. GKK-ja tani dhe kjo është çështja sepse jemi në konflikt interesi. GKK-ja është gjykata që Adriana Kalaja sa dje gjyqtarja që do marrë vendimin është praktikisht përballë ose në krah të kolege e Irena Gjokës. Pra kemi të bëjmë me një situatë absurdi. SPAK do duhet kishte ndoshta unë do të kisha si në rastin e Belinda Balluku, me që kemi një precedent, do duhet ishte pezulluar deri në përfundim të hetimeve, pra që të shmangin gjithë dyshimet e aludime, se s'mund të jetë dhe gjyqtarë në detyrë, dhe ndërkohë hetohet nga kolegët e saj, ndërkohë tani kemi dhe rastin më flagrant që do t'jem pikërisht kolegët e saj bashkëpunëtorë që ndanë edhe kafe dhe mëngjesit, jo vetëm detyrën njerëzit cilët do të marrin një vendim. Pra, besueshmëria në këtë moment është në pikën më të ulët të mundshme. Prandaj do duhej që mos të kishim ardhur në këtë situatë në këtë lloj forme. Unë e prezumoj pafajësim për çdo qytetar i cili ka konflikt me ligjin. Por në situatën e Irena Gjokës jemi në kushte. Se ndërkohë ka procese politike, Mario Maltezi tha sot që është një proces politik që po ndodh ndaj meje në ka sfarritje të gjitha procese politike, sepse jo në kot janë të gjithë liderët e opozitës, prandaj e thash. Po, e drejt. Kjo është arsyeja që sot jemi në situatën ku për shkak të, po themi, të gjithë maskaradës që është bërë, jemi në kushte që nuk kam më besim që kjo gjë do të